Dashi. Sot është dita ku horizontet hapen dhe zëri i brendshëm dëshiron të dëgjohet. Në dashuri, një moment intim me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj, kështu që shfrytëzoni kohën për të ndarë mendimet dhe ndjenjat. Në punë, projektet që keni nisur do të fillojnë të tregojnë frytet, duke sjellë kënaqësi dhe motivim të ri. Kujdesu për shpenzimet impulsive. Një planifikim i mirë financiar do t'ju ndihmojë të shmangni surprizat e pakëndshme. Po ndjeni energjik dhe kreativ dhe është koha e duhur për të vënë në jetë idetë që keni në mendje. Mos harroni t'i jepni vetes hapësirë për reflektim dhe relaksim. Afirmoni besimin në vetvete dhe do të gjeni rrugën drejt suksesit dhe lumturisë. Hidhni një hap drejt ëndrave tuaja sot. Demi. Sot do të ndjeni të mbushur me një energji pozitive që do t'ju ndihmojë në ndjekjen e projekteve të punës. Merrni frymë thellë dhe qasuni çdo detyrë me besim, sepse aftësitë tuaja do të shkëlqejnë. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të sjellë më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Mbani mend të dëgjoni me zemër të hapur. Financat tuaja janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive për të ruajtur këtë ekuilibër. Nëse ndjeni nevojën për relaks, një ecje e gjatë ose një moment reflektimi do t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen. Nëse e lini veten të udhëhiqeni nga ndjesitë, do të keni një ditë të mbushur me qetësi dhe harmoni të brendshme. Ju meritoni gjithçka të bukur që vjen drejt jush. Binjakët. Dita e sotme sjell energji të freskët dhe optimizëm. Në dashuri, komunikimi i hapur me partnerin do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Një bisedë e sinqertë do të ndihmojë për t'i dhënë zgjidhje çdo keqkuptimi të vogël. Në punë, mundësitë për të treguar aftësitë tuaja janë të pranishme, ndaj mos hezitoni të marrësh iniciativën. Një projekt i ri mund të kërkojë kurajo, por gjithsesi rezultati do të jetë mbreslënës. Financiarisht, është momenti i duhur për të bërë një rishikim të shpenzimeve dhe për të vendosur nëse është e nevojshme të kurseni më shumë. Frymëzimi dhe kreativiteti do të jenë në maksimum, duke e bërë ditën më të ndritshme. Përqendrohu në shëndetin emocional dhe shijo momentet e vogla që sjellin lumturi. Daforia. Sot, energjia e brendshme do të ndriçojë si një yll që zgjohet nga një natë e gjatë. Dashuria kërkon një qasje të butë, dëgjoje zemrën tënde dhe fol hapur me partnerin. Nëse je beqar, një takim i ri mund të sjellë shkëndijën e një fillimi të ri. Në punë, fokusohu në detajet që të kanë shpëtuar më parë, pasi këto mund të jenë çelësi i suksesit të ardhshëm. Një mundësi financiare e papritur mund të shfaqet, ki kujdes dhe vlerësoje me mençuri. Mendja do të jetë e qetë dhe gjendja emocionale e balancuar. Shfrytëzoje këtë moment për të reflektuar. Relaksohu në mbrëmje me një libër ose muzikë të qetë që forcon shpirtin. Kujdesu për trupin dhe shpirtin dhe universi do të shpërblejë. Luani. Dita nis me një energji të re, duke sjellë mundësi të papritura për të shkëlqyer në ambicjet profesionale. Merreni kohën për të reflektuar mbi aspiratat tuaja dhe mos hezitoni të bëni hapin e parë drejt një projekti të ri. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të zgjidhë keqkuptimet dhe të forcojë lidhjen. Kjo është koha që të dëgjoni zemrën dhe të mos lejoni që vogëlsirat t'ju prishin harmoninë. Financat kërkojnë vëmendje. Planifikimi i kujdesshëm do t'ju ndihmojë të mbani një rrugë të qëndrueshme. Ndjenjat tuaja janë thellësisht të lidhura me natyrën dhe paqja e brendshme do të vijë nga momentet e qeta në ndjelljen e vjeshtës. Mos harroni të kujdeseni për veten dhe të qëndroni të balancuar. Virgjëresha. Dita e sotme sjell një qetësi të mirëpritur në jetën tënde. Në dashuri mund të shohësh një afrimite të ri me partnerin. Është kohë ideale për të ndarë mendime dhe ëndra. Në punë pritet të vëresh përparime të vogla, por të rëndësishme. Ndihesh më i përqendruar dhe gati për sfida të reja. Në aspektin financiar, është e mençur të qëndrosh i kujdesshëm me shpenzimet. Investimet të vogla tani mund të sjellin përfitime në të ardhmen. Natyra poetike e kësaj dite të fton të reflektosh mbi ndjenjat e tua dhe të lëshosh shqetësimet. Medito, dëgjo muzikë të qetë dhe shijo çdo moment të vogël. Kujto që harmoninë e brendshme e krijon vetë dhe sot është dita për ta ushqyer atë. Dëshorja. Sot mund të ndjeni të inspiruar për të eksploruar horizonte të reja mendore. Një bisedë e papritur do t'ju hap dyrë të reja në aspektin emocional. Në marrëdhënie, përpiquni të dëgjoni më shumë dhe flisni me zemër. Është një ditë e mirë për të bërë plane afatgjata në punë. Mos kini frikë të merrni përsipër sfida të reja, sepse aftësitë tuaja do t'ju udhëheqin drejt suksesit. Financat kërkojnë pak vëmendje. Një investim i vogël mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Mbrëmja është ideale për reflektim dhe relaksim. Një libër i mirë ose muzikë e qetë mund të jetë shoqëruesi juaj më i mirë. Mbani shpirtin pozitiv dhe lëreni imagjinatën të fluturojë pa kufi.
Akrepi. Sot zemra do të gjejë një rezonancë të re dhe emocionet mund të ndihen më të thella se zakonisht. Një bisedë e papritur me dikë të afërt mund t'ju sjellë qartësi dhe ngrohtësi. Në punë do të ndjeni nevojën për të fokusuar në detajet, pasi ato mund të bëjnë diferencën. Një koleg mund të ofrojë një perspektivë që do t'ju ndihmojë të shihni projektet nga një këndvështrim i ri. Sa i përket financave, shfaqet një mundësi e papritur për të investuar, por mendoni mirë para se të ndërmerrni hapa të mëdhenj. Nëse ndjeni tension, merrni pak kohë për veten tuaj. Një shëtitje e qetë mund të ringjallë shpirtin. Kujdesuni për harmoninë e brendshme, sepse ajo është çelësi i çdo dite të suksesshme. Shigjetari. Sot qielli ju fton të përqendroheni në projektet që kërkojnë kreativitet dhe inovacion. Në vendin e punës mund të shfaqen mundësi të reja për bashkëpunim, kështu që hapni krahët për ide të reja. Në aspektin e dashurisë, komunikimi i hapur do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve. Një bisedë e thellë me partnerin do të sjellë mirëkuptim dhe harmoni. Nëse jeni beqar, mos nguroni të shprehni ndjenjat tuaja. Dritë të reja do të ndriçojnë rrugën tuaj. Financat kërkojnë vëmendje sot. Është koha për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të bërë zgjedhje më të mençura. Energjia pozitive do t'ju mbush plot vitalitet. Mos harroni të gjeni momente për të relaksuar dhe për të shijuar gjërat e vogla që ju lumturojnë. Britsjapi. Sot mund të ndjeni një dëshirë për reflektim dhe vetmi, një moment i përsosur për të thelluar mendimet tuaja. Në punë, qëndroni në fokus dhe mos hezitoni të merrni iniciativa të reja, energjia juaj është në harmoni me planetet për të arritur suksese të mëdha. Në çështjet e zemrës, kërkoni dialog të hapur me partnerin, pasi ndershmëria do të sjellë më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Financat kërkojnë vëmendje. Analizoni mundësitë e investimeve, por shmangni rreziqet e mëdha për momentin. Kujdesuni për veten, duke marrë kohë për relaks dhe ngrohtësi personale. Një shëtitje e qetë në natyrë mund t'ju jap freski dhe qetësi shpirtërore. Edhe pse dita mund të duket e zakonshme, shijoni bukurinë e momenteve të vogla. Ujori. Fillimi i ditës mund të sjellë disa çështje të papritura që kërkojnë vëmendje. Mos u shqetëso, sepse me aftësinë tënde për të menduar ndryshe, gjithçka do të zgjidhet me lehtësi. Në punë, bashkëpunimi me kolegët është kyç për të arritur suksesin e dëshiruar. Merr parasysh të dëgjosh këshillat e të tjerëve, sepse mund të të ndihmojnë të shpëtosh kohë dhe energji. Në dashuri, bisedat e sinqerta do të forcojnë marrëdhëniet. Është koha të ndash mendimet dhe ndjenjat që të janë grumbulluar. Financat duken stabil, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Një bisedë me një mik të vjetër do të ngrohë zemrën dhe do të jap frymëzim. Me optimizmin tënd karakteristik, çdo sfidë do të kthehet në mundësi. Peshqir. Sot, universi të fton të gjesh qetësi në mes të zhurmës. Në dashuri, dëgjo zemrën dhe merr kohë për të kuptuar ndjenjat e tua më të thella. Një bisedë e hapur mund të sjellë afërsi të reja me partnerin. Në punë, shmang vendimet impulsive dhe përqendrohu në projektet që kërkojnë durim me përkushtim. Mos e lër veten të ndihesh i mbingarkuar nga presioni i përditshëm. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Një investim i vogël sot mund të sjellë fitime të mëdha nesër. Në fund të ditës, gjej një moment për të reflektuar dhe për të qetësuar shpirtin tënd. E ardhmja premton horizonte të reja, vetëm lejoje veten të ëndërrojë.